Në një atmosferë të mbushur me entuziazëm, qyteti i Pogradecit hapi zyrtarisht sezonin turistik më 31 maj 2025, duke e kthyer këtë datë në një festë të madhe për qytetarët dhe vizitorët nga gjithë bota. Me moton Pogradeci zgjohet me fest. Qyteti buzë liçenit të mrekullueshëm të Ohrit nisi verën me aktivitete që shtrihen në kulturë, sport, kulinari dhe muzikë. Nga mëngjesi i së shtunës, sheshi Odeon, pranë valve të liçenit u mbush me njerëz, tinguj dhe ngjyra. Aktivitetet përfshin shfaqje artistike, panair kulinari, aktivitete për fëmijë e nisma sportive. Bashkia e Pogradecit njoftoi se këtë vit janë marrë masa të shtuara infrastrukturore dhe organizative për të garantuar një sezon të suksesshëm. Në bashkëpunim me operatorët turistik, janë lidhur marrëveshje me agjencinë ndërkombëtare duke përfshirë tregje turistike nga Europa qendrore dhe lindore. Turistët e huaj të pranishëm në hapje u shprehën të impresionuar nga mikpritja, natyra dhe atmosfera pozitive, duke e konsideruar qytetin si një nga destinacionet më tërheqëse për pushime në Ballkan. Kulmi i festimeve erdhi në mbrëmje me një koncert madhështor ku artistë të njohur si Eli Fara, Mimoza Shaholli, Raimond Gusho, Sardi Struga, Wizi DJ dhe parodistët e Vlorës ndezën atmosferën me tingujt e muzikës tradicionale dhe moderne. Reflektimet e dritave mbi valët e liçenit krijuan një skenë të paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Agjencia Kombëtare e Turizmit dhe Bashkia Pogradec ftojnë të gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe turistët ndërkombëtar që ta vizitojnë Pogradecin këtë verë, një qytet ku natyrorja, kultura dhe argëtimi bashkohen në mënyrë të veçantë. Kur dielli lind mbi liçen, Pogradeci zgjohet me fest. Muzika, ushqimi dhe dashuria për jetën ju presin në brigjet e një prej perlave më të çmuara të Shqipërisë.